Qime të forta mes Mateos, Mirit, Rogertit dhe Juelës. Mateo. Ta nis nga Juela, që është e para që kudo që tjetë Mateo, Juela kërkon debat. Hedh llafe. Në qoftë se Mateo ka debat me Mirin, ndërhyn Juela. Në qoftë se Mateo ka debat me Rogertin, ndërhyn Juela. Në qoftë se Juela është urt, i thot Rogerti sulmo Mateon. Juela do të krijojë një luftë imagjinare me Mateon, dhe të luftojë gjatë gjithë kohës Mateon këtu brenda. Si personalisht, si me marrëdhënie me Brikenën. Është Juela ajo që vjen dhe i thot Mateos, unë me ty e kam personale. Është Juela ajo që sa i thot Rogerti, Juela sulmon Mateon me çfarë do lloj gjëje që t'i vinë në përmend. Edhe ke diskutimi dhe ke debati që është bërë te tavolina lart, ka qenë Juela ajo që është agravuar, duke më sulmuar për marrëdhënien time me Brikenën. Edhe është Juela ajo që ka përdor fjalën familje dështuar, që ka qenë ajo kthimi im, edhe ajo agravimi ndaj Juelës, sepse Juela gjatë gjithë kohës shtrembëron fjalë, përgënjeshtron, edhe ofendon dhe është krejtësisht e pamundur të bësh një debat me tone të ulta me Juelën, si debati që po bënim lart, që doja me tone të ulta, me Juelën është plotësisht e pamundur, si gjithë e pamundur dhe sfida duke ne 5 orë, se më duhesh që kisha nevojë për kufje për të balluar Juelën, kur ofendon dhe për bërtiste, si që pas edhe ke tualeti, lolo, është Juela ajo që nga mëngjesin dark, Lolo Riki, shfrytëzoi femrat edhe shumë ofendime të tjera me radhë. Sa i përket Rogertit, njëjtë lojë ka këtu, ofendime, cënime, provokime, familjar. Rogerti e bën lojën me familjet e të tjerëve. Basi marroi me Selinin, duke i përmend gjithë familjen, mas debatit që ka pas për Selinin dhe Rogertin në darkë, ditën tjetër, çfarë ka Rogerti, fillon merret dhe me familjen time. Fillon merret me historinë time, po çpun ka me babën time është problemi. Çpun ka në moment Rogerti na jap fjalën ta mbaroj Mateo. Historinë, nuk ka si lloj problemi. Do të më akuzoj me jo gjoba, jo biznesi. Ska si lloj problemi. Po çpun ke ti më vllai dashur me babain tim. Ti tu gjatë gjithë kohës ke ardhur me ofendu gjithë dhe me lënë kartën e viktimës. Në këtë Big Brother, duke bërë valixhet gati, pas çdo denigrimi dhe të dalësh ke dera dhe vazhdon duke provokuar të gjithë në palc dhe me i përgjigje që ato t'japi fillon dhe bën viktimën dhe del në përshpi kush do mbaj qëndrim, se nuk mbaj qëndrim e gjitha me radhë Rogert. Qoftë do të bësh provokime brenda lojës, bëj sa dush. Le familjen të mbet, le babën tim se nuk i vjen as ke gish i vogël i kamës, ta kesh për ne që na shef ne këtu, sa dhe jashtë nuk i shef për ty, mund vazhdo të viktimizohet, nga gjesti në darkë, sa i përket Mirit, me Mirin ka pas debat. Roger, një moment të flasim me radhë, Miri. Ishte Miri, po ai që ndërhyri këtë debati që kisha unë me Juelën, duke agravu siç e pat, me dur, me të bërtitur me tjera me radhë. Kur ishte Miri këtu, që rrinte i ndinjuar, me kokën poshtë pas prajmit dhe Mateo nuk e ngacmoi një herë. Pse merresha me Rogertin? Se Rogerti agravonte, ofendonte dhe vazhdonte me historinë e Selinit. Miri s'reagoi dhe unë i thash Miri, kur ti ishe keq, unë s'po të ngacmoja. Mos hajde këtu na bësh gangster, unë të shkatroje, unë të marr përpara. Po ti ishe na bën si djali i urt, si djali me norma. Mos flasin dhe për ofendimet që bën ti. Që si nxjerrin, mos flasin për gjithë klipet, ku ke arti, fytyr, duke më kërcënu, duke dash përballje fizike, siç ka dalë dhe klipi tjetër që ke dash me mafut dhe me shpull Miri. Po tira me shpatull. Tire me shpatull aty. More kujdesa. More kujdeset. E ban me këtë. Kujdeset, a pra. Miri? Atëre, Mateo është fiks, siç i kam thënë ditën e parë dhe në vazhdim, është lavatrice. Pse është lavatrice? Sepse rrotullohet me 5 fjalët që ai di, i rrotullon ka që me 3 janar, po të njëjtat gjëra dhe vetëm ofendon dhe të denigron. E ka filluar me mua që ku ka hyrë në ditën e parë, e shmar me mua me të gjitha situatat. Je plak pa dhëmb, je artist i poshtër, je i fliqur, i marum.
Anti-shqiptar ka thënë anti-shqiptar dhe nuk do të lejohet të shkosh në me Rogertin, jo me mua. Dhe ka thënë dhe shumë fjalë tjera i dashurum, i ku di unë të gjitha gjërat. Më ka përmendur fëmijën te surpriza, më tha shfrytëzove fëmijën për lojën dhe më ka thënë për gruan time, do e divorcosh tani gruan? Ishte pyetja, po në momentin që ti thu për i vajt Big Brother, unë atë e dua. Mos bëjë ti një që të pyesin mirë. Ndërkohë, unë me këtë njeri nuk kam bërë një herë një debat normal, me argumente, sepse ky njeri flet vetëm si për fjalët tënde. Ishe ti duke bërtit ke klipi, jo unë? Ishe ti agraduar te klipi, jo Mateo. Ndërhyrë Rogerti se ishte mirë i agraduar, jo Mateo. A, B, C, merë një libër, ishe ti agraduar te klipi që ndërhyrë Rogerti sepse ishe ti agraduar, jo unë. Argumente, dhe ti e njeriu që kur ta fitosh të Big Brotherin në ëndra, siç ka thënë e dashura jote, do e fitosh se ke shpikur. Jo, do e fitosh ti me lojën e Kërvatit. Që çdo situatë ke vetëm me Selinin, nga dita 1 deri në sot. Se nuk doli këtu, e ke parasysh sot atje te Grimi, se si e kishe mimikën, se je gjithmonë i dhunshëm si ato. Po, i dhunshëm je ti që mu çove kamerë, do miri. Je ti që u çove me mu për dhunë. Po patjetër, unë isha duke qenë. Je ignorant. Je ti që çove ta gabosh me mu. Je i fliqur. Je ti që mu çove mu. Je marrë me karrierën time. Artist i mbaruar dhe. O miri, je ti që provokon. Hajde afro. Se sa afrosh më thonë. Jo Mateo. Mateo ka qenë duke qesh. Do të ngeli një surprizë konflikt që nuk e respektove. Okej, mos t'i kthehemi asaj se atë e kemi konsumuar një herë. Po tani gjitha se s'ka që tjetër ai. Rogert? Mateo ka i diçka. Sa herë nuk i shkojnë punë të mirë me Brikenën, vjen edhe na sulmon, po na sulmon në mënyrë jo provokuese që kapi një reagim nga ne. Shkon sikuraj qeni i tërbum që do me na hangër gjallë. Okej, pa problem. Që ti qeni i tërbum ke banaku këtu. Në qofë se ky djalë ka ofendu një diken, ka ofendu mu, se më ka thanë, se s'ja keni tregu tana. S'kam pa prindër shqiptar që kanë zërë djalin e vetë. Jo, s'e kam thanë. Prit? S'e kam thanë. S'ke gjak shqiptarit kur më kara me atë drekut në kam. S'e kam thanë. Po rasizm. Meriton pa shumë por se meriton se s'ka tregu kulturë fare. Vetëm kulturën tonë se ka tregu. Ka përmen, je njeriu që duhet shkosh atje nga ke ardhë në Angli se nuk ke vend të në Shqipëri. Ka përmen që ti zotri ke shkel mbi gjithë njerëzit e familjes tane për të arrit atë që do. Mbi çdo njeri që ka dalë përpara, jo njerëzit e familjes. Më ka prek në burni se më ka thanë mos ndoshta je homoseksual. Atë ma ke thanë ti mu dhe e ke konfirmu. Dhe je ti me patrështi më të madhe që ke thanë. Hajde ma si një nga njerëzit e tu me të dashur. T'ja tregoj kurëri. Ti do tregosh me seks ke thanë. Ti me patrështitate. Me fjalojnë të jam të folë për qa ke thanë ti. Qa kam thanë unë, kam dalë për Zoom edhe kam dalë, kam kërku falje. Ky zotnia nuk do me majtë përgjithësi për asnjë gjë që thotë. Dhe e kam lanë. Kam ken atje kur e kam thënë pjesën e vllastem. Dhe kur më ka dalë vllaim ka përshnet. Pastaj direkt sa më ka përmend Senaldo, ty s'don familja jote, ka ken edhe ky suportues i asaj lloj ideje. Dhe unë nuk ja kam përmend, dhe unë ishte paleta si shtot miri, edhe unë e sulmova, dhe unë nuk doja kursej deri sa t'jem finale që sa të finale. Sepse ky zotnia në radhë parë nuk mundet me marrë një debat, nuk mundet me ardhë për me nejtë të mamë si rop, për me njoftë rop të mamë. Pse? Sepse ky zotria, kur jam hapë me zemër, se sa vështirë e kam pas jetën unë, ma ka përdor kundra. Qa me njoftë ma unë këtë njeri, është e pa mundur. Përveç Rogerti dhe Miri, të cilët që nga fillimi i njohjes me Mateon raportin e kam pasur të ngjashëm, pra mbase ndonjëherë më mirë, ndonjëherë më keq, por pak a shumë në këto ujëra. Raporti i Mateos me Juelën përgjatë qëndrimit në shtëpi ka ndryshuar thuajse i tëri. Pra dikur ka qenë një raport miqësor edhe me nota vlerësuese, ndërsa tani me sa duket ka prekur fundin, sepse i thonë njëri tjetrit të fundit. Juela? Atëherë Ledion, për mu Mateo është një zhgënjim total në këtë rrugtim. Unë realisht në fillim mund ta kem vlerësu patjetër, por kur e kam pa që ky djalë ka nisur që nga intervistat e Goca dhe Gra dhe më ka konsideruar një person falso, kur nuk ka tregu një sekond mirënjohje,
të sinqert kundrejt Juelës. Thjesht unë mendoj që ky djalë ka tentuar, siç ka tentuar edhe me Selin. Rrugtimi i tij ka qenë me intriga, me mashtrime fjalsh, me përdorime të ofendimeve të çdo lloj tipi për Juelën. Me një dhunë, domethënë me një fjalor dhunues të papam. Dhe kur unë thjesht nuk kam qenë e përdorur nga ky djalë me tentativin e Gretës për të qenë një urë kundrejt Brikenës dhe më ka thënë ti ke një problem Mateo, ti mendon realisht sikur Selin që gjithë universi udhton është rreth teje. Ju vajzë dashur vjen ti mbrapa meje se kërkon debat. Argumentet e Mateos në debat dhe në biseda janë hajde mas meje. Hajde këtu Juela se ta tregoj unë ty kush jam. Ka ndodhur herë hajde se ta tregoj unë kush jam. Hajde këtu me fjalor. Ka ndodhur herë që unë hajde ta tregoj unë kush jam. Ndërsa e ti që ke thashë ndriti qeni Selinit. Dua ta ndaj nga buja Rogerti. Që nuk është e konsektueshme në edukatën time familjare. Shëndriti qeni Selinit. Ti djali dashur, unë besoj që duhet ta falenderosh produksionin për të gjithë ofendimet që të ka kursy në këtë moment. Atë që ka thënë s'ke këngë. Ti je një djalë që për mua je një lolo, ta them para gjithë Shqipërisë, realisht që ke bërë gjithçka që e ke shfrytzuar në maksimum kartën e dashurisë që për mua nuk ekziston. Nuk do ndalën dashurinë time se s'do ti dhe ke nevojë ti për një luftë imagjinare që të ecësh përpara. Për të shkuar në finale. Juela, e ndjen ti veten të rrezikuar nga Mateo? Juela, e ndjen veten të rrezikuar nga Mateo? As pak jo. Pse vjen gjatë gjithë kohës kërkon debat me Mateo dhe kur Mateo nuk të flet fare. Dhe ndërhyj çdo debatimin. Sepse Mateo është një djalë që mashtron. Nuk e kisha a e ndjen veten të rrezikuar se nuk je e gatshme ta përballosh apo e zonja të përballosh. Ta kam fjalën në këtë pikë të lojës, secili prej jush është duke luajtur për një vend në finale. Edhe ajo që nuk e kishte si qëllim, kuptuam në prajmin e kaluar që po pse jo, tani unë era deri në këtë pikë qaja mu lën groshe, po flasë për Edisën. Që që në rastin tënë që ke qenë aty shumë kohë më përpara, pa tjetër që gara është për një vend në finale dhe pyetja është e vlefshme. Pra, a e ndjen veten të rrezikuar nga Mateo dhe prandaj këto diskutime shkojnë deri në këtë pikë. Ja ka thënë Rogerti që luftën e ka me Mateo. Unë nuk e ndjen të rrezikuar dhe ka ardhur Mateo ai Ledion, që më ka thënë bashkë me Brikenën, me një ton intimidues si që ka kyz. Juela nuk të shkon kërë me vajzë. Të shkon kërë stili që ke. Fyne gjithë vërgjë. Dhe ka ardhë më ka thënë, Juela tha, të ta tytha do të heq. Kur? Me gjithë Brikenën, bashkë. Kur? I kam thënë, sikur më, e ke thënë në më, ti qa fletë, më jo mashtruse. Jo, qa provokime. Hajde, bujrum, hajde dhe me hiq, bujrum. Pra, të gjitha ka bërë të njëjtën lojë që Jam i qartë. Arbër, si e shikon ti këtë qasje të Mateos, Karshi, Treshes për balë? 4 vende janë pak. Tani janë 3, janë akoma dhe më pak. Edhe më pak, po e drejtë. Tani, të nisësh dhe të bësh një deduksion loje për marrëdhënien e këtyre personazheve, i bie trim gjithë natën këtu, sepse këto janë marrëdhënie të konservuara shumë herët. Po. Unë du të flas për këto ditë. Qa kuptoj këto ditë? Ata janë 8 veta brenda shtëpisë dhe normalisht që do të ketë sulme të tilla, sepse po luhet për një vend në finale. Rezervat e Mateos për Rogertin, për Mirin, për Juelën, apo rezervat e Mirit, Rogertit ndaj Mateos, kanë kohë që janë shprehur dhe janë diskutuar dhe janë shumë të përsëritura në shtëpi. Madje ky muhabet nuk ka as edhe një kokë. Që të thuash, muhabeti që këta nisin, debati që nisin, ka një kokë. Se janë shumë të hershme. Unë mendoj se këto debate po zhvillohen tani që të zhvlerësohet Mateo dhe të digjet si kandidat për në finale, në mënyrë që grupi që ka përballë të përfitojë një vend tjetër në finale. Nuk dua të gjykoj nëse ka të drejtë Miri, Rogerti, apo Juela, apo ka drejt Mateo, ama një gjë është e dukshme që sado po përpiqet të tre, Juela, Rogerti dhe Miri, për ta thyer në debat, ai është duke i përballuar. Po, me lavatricën.
Ai është duke u përballuar mirë dhe Dëgjoj. Miri. Tani çka ke bërë në spon ndërpres? Pse mërzitesh? Mos u mërzit. Un jam mentori i vetes time, Robert. Jam i vetes time. Thuaj një debat konstruktiv. Një debat konstruktiv, debat normal, çe Ka shpik boli e s'funi për vjetë. Me ty çdo debat. Miri. Me ty çdo debat. Më thuaj, të lutem. Po mirë. Ka shpik boli. Se ke zëri më të lartë Ka shpik boli. Ishe ti duke për dit. Jo. Ishe ti duke për dit, jo. Ti s'vërtetë. Ti s'vërtetë. Ka shpik bolin më Arber. Ça debati? Jo, do merr me familjar si çfarë ti, të bëj thirrje Ka shpikje bolit më. Edhe një herë, po keq kuptoheni, shpikjen e bolit nuk e tha Mateo, e tha Britira, e para dhe e dyta. Miri, ai bëre një pyetje Arbrit. Miri. Po pra i bëra. A do ta marrësh përgjigje? Ja ta the pra çfarë rrova. Jo, e mban mend. E mban mend. Thjesht a e do ti përgjigjen apo jo se po vazhdoje të flisje. Po si se mbaj mend edhe dua përgjigje patjetër, po. Po, Arber. Po ditë të funit, se tha ditë të funit. Kur mendoj që Miri, Juela dhe Rogerti janë më të mirët. Kjo është përgjigja për ty. Do mendoj. Po vetëm Ironia e të Arber ishte aq shpense sa në prekë gjithë. Jo, në fakt, e di kush është. Po leri. Po mos ka nevojë me fol me durë me këmbë, po Pasu flasu, me durë me këmbë. E po je i pa edukat, nëse flet me durë me këmbë, je i pa edukat. Unë do doja, nëse ti e vlerëson veten, bërtas do unë, nuk e kam problem, thjesht nuk dua të bërtas. Po jo për që të dëgjosh. Nëse do të krahasosh veten tënde, po më lë më të mbaroj të dëgjosh se çfarë them. Nëse ti do që të dalësh një lojtar, një banor brenda shtëpisë, për shembull, mbi Mateo, të paktën mos dil në për klipe që tu dal damari i ka fyti, e kupton? Dil si një normal, që del nga fyti, si një lojtar i kalkuluar, edhe kaq, e kupton? Po pra, jepini as mos dil duke i thënë njerëzve, as mos dil duke i thënë njerëzve do të mys, edhe merrem me qetësoj dhe kolegët. Qetësoj, merrni me qetësi, është e bukur edhe kur merrni me qetësi. Pra, Miri ti. Koha ime për ty mbaroj. O Miri, bravo. Miri. Bravo Arbri. Po sepse jemi në kushte të pabarabarta, ju jeni 3 zëra, unë jam 1. Flisni me radhë, ty ha përgjigje të treve. Po pra, dhe ti Arbër. Një banor nga jashtë. Një sekond, ti Arbër je, o Arbër, ti je këmbë për mi këmbë. Unë jam me duar dhe me këmbë. Po çat bëj apo e ul këmbën, e ula. Ule këmbën, bravo, shumë mirë. Ti e shikon insertin. Po jo, unë kam marrë se ti do më lësh edhe pa punë tani. E kupton. Siç po agravoje ke grimi mirë, agravoje ti u çove këmbë dhe hajde, ke guxim, s'ke guxim. Jo Mateo. Një feedback konstruktiv marciallet. Pra, Miri, ti po thuaj që është tjetër gjë ta shikosh klipin nga jashtë dhe është tjetër gjë ta jetosh Mateon aty. Patjetër sepse mua do më dalin rryli fytit në momentin që ky njeriu këtu jam kurios, ta thot Miri, kush u çua në këmbë, ke grimi, Mateo apo Miri, kush po përpiste, Mateo apo Miri, ke grimi Miri, nuk i dhash të drejtë atij. A ke guxim thot? Atë po Arbri atë po thoshte pra, sepse ti, domethënë, në një kuptim bie me këmbët e tua, pra ti thua, më thuaj një debat konstruktiv që ka bërë Mateo dhe pastaj thuaj që arsyeja sepse debatet tona nuk janë konstruktive është se ofendimet e Mateos janë të vazhdueshme dhe unë prandaj i kthehem atij duke më dalë. Po çfarë bëj të flej gjumë, do thot Arbi pse flet gjumë. Çfarë bëj më Arbi të flej gjumë? Jo, ka Ti do bësh atë që Monika Arbi. Po pra sepse Arbi është shef më mirë stomë. Do bëj çfarë do të Tim dakord për mos rënë dakord. Ke grimi. Po, okej, dakord, atëherë, po ju